Të ndjekim pak edhe një insert tjetër që ka përgatitur Andi Kurti, sepse skandalet në Shqipëri nuk kanë të sosur. Sot ka ardhur edhe deklarimi si autentik I dokumentit që ka publikuar zoti Berisha për dënimin e gjyqtares Irena Gjoka Maneku Shpata, gjyqtarja me 3 mbiemra, gjyqtarja e GKK-s, e cila në fakt është akuzuar se ka marrë në dorë gjyqjet e të gjithë njerëzve, drejtuesve kryesor të opozitës shqiptare. Ndjekim insertin dhe e diskutojmë pak këtë deklarim të rem që ka bërë ajo në formularin e deklarimit, sepse ka qenë e dënuar në Greqi. Një vendim I gjykatës së Janinës I marrë në korrik të vitit 2005 që dënonte gjyqtaren e GKK-s Irena Gjoka për falsifikim vize është I vërtetë dhe autentik. Në këtë përfundim ka arritur prokuroria e përgjithshme pas një procesi verifikimi që zgjati për rreth 2 vite. Në njoftimin e saj për përcjelljen e materialeve në KLG, prokuroria le të kuptohet se vendimi penal ka marrë formën e prerë në Greqi, ndërsa ekzekuton dhe një vendimmarrje e prokurorit grek për arkivimin e dënimit për shkak të mos ekzekutimit të tij. Nga ana tjetër, në formularin e vetë deklarimit të vitit 2016, në kuadër të ligjit të dekriminalizimit, gjyqtarja Gjoka ka mohuar se ka qenë ndonjëherë e dënuar. Ajo është përgjigjur jo si për pyetje nëse ka pasur një dënim të formës së prerë, ashtu edhe për pyetjen nëse ndaj saj ka pasur një vendim gjykate jo të formës së prerë. Po ashtu me përgjigjen jo, ajo ka mohuar çdo hetim apo gjykim nga autoritetet shqiptare apo të huaja, duke përfshirë ndalimin, arrestimin dhe masën e dëbimit. Megjithatë, vendimi I gjykatës së Janinës I shpallur me 7 korrik 2005, I hartuar në gjuhën greke dhe I përkthyer në shqip me vul, I konfirmuar tashmë si autentik nga prokuroria e përgjithshme, paraqet një situatë ndryshe. Sipas këtij vendimi, në një gjykim të zhvilluar në mungesë, pasi Gjoka nuk ishte paraqitur, rezulton se me 24 dhjetor 2002, rreth orës 15:30, ajo kishte tentuar të kalonte pikën kufitare të KKV-s me pasaport të falsifikuar, duke tjetërsuar vizën greke në faqen 17 dhe duke I zgjatur vlefshmërinë. Gjykata e shpalli fajtori dhe e dënoi me 3 muaj burg, 1.500 euro gjop dhe 73 euro shpenzime gjyqësore. Pas konsultimit me prokurorin, dënimi me burg u konvertua në pagesë financiare prej 4.4 euro për çdo ditë burg, por vendimi nuk u ekzekutua asnjëherë. Procesi I verifikimit ndaj Irena Gjokës nisi pas publikimit në mediat greke të disa dokumenteve, në kohën kur ajo saktua për të gjykuar çështjen ndaj Belerit. Më pas gjyqtarja është akuzuar në vijimsi nga opozita, veçanërisht nga kryedemokrati Sali Berisha. Pas konfirmimit të dënimit, Partia Demokratike I është drejtuar përmes një kërkese zyrtare SPAK-ut, duke kërkuar hetim pavonesë. Sipas opozitës, kjo situatë mund të sjellë pasoja serioze për sistemin e drejtësisë dhe kostot të konsiderueshme financiare për shtetin tonë. Tashmë vendimmarrja I takon qeverisë së gjyqësorit, e cila duhet të përcaktojë nëse Irena Gjoka ndodhet ose jo në kushtet e ndalimit për ushtrimin e funksionit të gjyqtares, si dhe mbetet për të parë edhe ndikimi që një largimi mundshëm I saj nga sistemi mund të ketë mbi çështjet e gjykuara prej saj. Atëherë, Adriana Kalaja, më në fund vim tek vërtetimi atyre akuzave që ke kaq muaj që I bën për gjyqtaren Irena Maneku Gjoka Shpata. Pra, gjyqtarja se ka hyrë tani në ligjërimin publik dhe politik, gjyqtarja me 3 mbiemra. U vërtetua nga SPAK-u që ajo ka nga prokuroria e përgjithshme, po jeton edhe SPAK-u, do të çështja është në SPAK tani, që ka mashtruar me vetë deklarimin e saj si gjyqtare. Nuk ka deklaruar këtë dënim në Greqi, gjithashtu nuk ka deklaruar edhe shkarkimin nga KLD-ja, gjë që në fakt e... Po, atëre fillimisht, bët mirë që nxorët atë, unë e mora një kopje në fakt për publikun. Po. Fillimisht, debati në sallën gjyqësore midis Irenës me 3 mbiemra dhe avokatëve të zotit Berisha lindi në raport me atë mos deklarimin nga Irena Gjoka të Gjoka Shpata Maneku të shkarkimit nga KLD-ja, ndërkohë që në KLD në vitin 1996 për shkak funksionit të presidentit ishte drejtues zoti Berisha.
Jo vetëm që nuk e pranonte një gjë të tillë, madje kemi shkuar edhe me dokumenta në parlament, në arkivën e dikushme të KLD-s, derisa doli dokumenti që u vërtetua pra shkarkimi dhe nuk ishte deklaruar. Mirë, po tani ndërkohë u deshën 2 vjet që të vërtetohej që çështja e dënimit në Greqi përveç kësaj, ishte e vërtetë. pra janë 20 muaj që ka filluar hetimi i thelluar nga Prokuroria e Përgjithshme, kjo referuar edhe një publikimi në mediat greke fillimisht, ke Tanea, i vendimit të dëbimit dhe të vendimit të gjykatës së Janinës. Ndërkohë, propaganda në Tiranë vijoi se kjo ishte paguar nga Berisha, se po flasim për marsin e 2024. Pra Berisha në këtë periudhë ishte në arrest shtëpie, me një vendim të palishëm, e tha dhe vetë gjykata kushtetuese, dhe ndërkohë akuzohej dhe zoti Fredi Beleri, që kishin paguar këto qarqet anti-shqiptare për të bërë një shkrim të tillë. Tani çështja që kjo zonja nuk ka deklaruar, është pengesë ose që ka bërë deklarim të rrem, ka mashtruar në këtë rast. Është pengesë që ajo të ushtrojë detyrën e saj si gjykatëse në GKK, është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishëm pozicioni. Duhet marrim 2 element shumë të rëndësishëm. Unë sot shkova